ta përkryjmë. Profeti sallallahu alaihi wasallam një ditë prej ditësh i tha Muadhin ibn Xhebelit, një nga prej shokëve të tij dhe një prej përgëzuesve në xhenet: "O Muadh, i tha unë të dua shumë ty." Profeti alayhis salam i donte shokët e tij, i donte besimtarët dhe ne duhet ta duam njëri tjetrin. Sepse çfarë na bashkon neve? Na bashkon feja, besimi, apo bashkon edhe gjuma, kështu me radhë, por mbi gjitha na bashkon besimi. Dhe profeti alayhis salam i tha: "O Muadh, unë të dua ty", dhe tha: "Bëje të dua, i mësoj një dua, një lutje. Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik." I tha: "Thuaj, o Allah, më ndihmo që të përmend ty, të kujtoj ty." Pra me përmend Zotin, me kujtu Zotin, e para. E dyta i thot: "Më ndihmo të falenderoj ty. Elhamdulillah, sa mirësi na ka dhënë Zoti i Madh. Ti jemi falenderues, ti jemi mirënjohës, ka shi Allahut, ka shi këtyre të mirave që na ka dhënë Zoti." Dhe e treta ka thonë: "O Zot, më bëj që të adhuroj në formën më të mirë. Husni ibadatik", pra në formën më të mirë. Prandaj vëllezër besimtarë, kur të falemi, të mundohemi të falemi sa më mirë, sepse kur dalim përpara Allahut subhanahu wa taala, thotë Ibn Qayyim el-Jauzi, 2 herë robi do vi përpara Zotit. E para në këtë dunja vjen kur fal namaz. Dhe e dyta do tjetë kur do dalim gjithë ditën e gjykimit përpara Allahut subhanahu wa taala. Ai njeri që e rregullon, e përmirëson shëndrimin e tij, namazin e tij në këtë botë, e ka më të lehtë kur dali përpara Allahut në dunja. Kurse ai që anashkalon, e lën mazdore namazin në këtë botë, do e ketë vështirë mbrapa në ahiret, në botën tjetër. Prandaj vëllezër besimtarë, të mundohemi që kur të falim namazin, të mësojmë rregullat e namazit, ta falim namazin ashtu siç duhet.